Radio, e cila ju qetëson. Radio Bendi. Bismillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ba'd. Në pjesën e parë të ligjëratës folëm shkurtimisht rreth përgjegjësisë së madhe që duhet të ndjejnë muslimanët për shkollimin, arsimimin e fëmijëve të tyre e rinisë sot, nëse duam vërtet kemi një të ardhme. Mirë, por patjetër ne nuk do të lëmë me njanë edhe të ardhmen e muslimanëve në aspektin fetar, sepse ajo është më kryesore. Ajo është që kërkohet nga Allahu subhanahu wa ta'ala, kurse të gjitha dituritë e tjera dhe shkencat për cilat kanë nxit Allahu i Madhërisht ne tregum faktikisht mesazhin që janë mjete të cilat të çojnë tek Zoti. Janë mjete që të çojnë në njohjen e Zotit. Janë mjete që të çojnë të bëjnë muslimanën të aftë dhe të qartë dhe të fuqishëm dhe të guximshëm t'u përçojë të tjerëve mesazhin hynor të Allahut subhanahu wa ta'ala. Përsa i përket aspektit fetar, do të mundohem të jap rëndësi gjatë këtyre fjalëve diçka që është tepër e rëndësishme. Jetesa e muslimanit me kalendarin hënor. Jetesa e muslimanit me kalendarin hënor. Pjesa asimilimit, llojet të shkrirjes dhe shpërbërjes së muslimanëve sot dhe pjesa e imitimit ku muslimanët imitojnë muslimanët është dhe kjo që quhet mungesa e ecjes me kalendarin hënor. Ne dim shumë mirë që sot jemi me 1 janar dhe ishim me 31 dhjetor. Nuk jemi më 2015, por jemi në vitin 2016. Por në cilin vit kalendarit hënor ne gjendemi? Në cilin muaj kalendarit hënor ne gjendemi? Sa herë vjen një muaj, nuk e dim se çfarë muaj është. Kalon ky muaj dhe muaji i dytë nuk, vetëm kur vjen Ramazani e dim që jemi në Ramazan. Pse? Sepse lidhet drejt për drejt me agjërimin. Ndërkohë, muslimani duhet patjetër ta lidh vetveten e tij me ngjarjet, ndodhit, historitë dhe gjithçka që ka ndodhur nga jeta e pejgamberit alayhi salatu wassalam, të cilën Allahu i Madhërisht jo rastësisht, por me urtësi dhe dijen e tij, domethënë me gjithë dijen e tij, bëri të mundur që profecia e Muhamedit alayhi salatu wassalam të zgjas 23 vjet. Dhe pikërisht gjatë këtij intervali kohor ka zbritur Kur'ani pjesë. Pse të gjithë librat hynor kanë zbritur me një herë të vetme, kurse Kur'ani famëlar ka zbritur pjesë për 23 vjet. Lexoni në për libra të ndryshëm për shembull që 1, 2, 3, 4, 5 arsye, por mbi të gjitha urtësinë më të mëdha është se zbritja e ajeteve kuranore ishte përjetim nga sahabët si interpretim për fjalën e Zotit. Pra nëse ajeti zbriste si nevojë e një pyetje që donte përgjigje, apo një ndodhi që donte qartësim, apo me fjalë që të tregojë e vërteta nga pavërteta, apo të tregonte çfarë është halal dhe harami, dhe të gjitha këto janë shkak nga filani dhe filani, në një kohë të caktuar, në një vend të caktuar, sipas një ndodhie të caktuar, do të thotë që të gjitha këto bashkë, e cila quhet historia profetike, deshëm apo jo, do të kuptojmë që është interpretimi më i mirë dhe më i qartë që i bëhet fjalës së Allahut subhanahu wa ta'ala. Sa mirë që ne marrim plot ajete kuranore, debatojmë me njëri tjetrin dhe nuk dim historinë e pejgamberit alayhi salatu wasalam, brenda së cilës zbriti Kur'ani. Atëherë kjo është kontradiktore. Duhet t'i kthemi historisë son. Ne mësojmë në shkolla historinë e perandorive, historinë e mbretërive, historinë para erës son dhe pas erës son e kështu me radhë të shteteve, të luftimeve, të pushtimeve, e plot gjëra, të revolucioneve e kështu me radhë. Dhe nuk kemi një dëshirë apo vendosmëri që të shkojmë dhe të mësojmë të paktat datat historike, fëmijëve tanë të mësojmë se si doli, si hyri, çfarë ndodhi, çfarë ndodhi dhe historitë apo ngjarjet më kryesore të jetës pejgamberit alayhi salatu wassalam. Ne ndodhemi në muajin e 3 të kalendarit hënor që quhet Rabiul Awwal. Në shumicën e rasteve, nëse ky muaj dihet që është Rabiul Awwal, ky muaj na kujton neve atë që quhet ditëlindja e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Ka ishte muslimanët.
Por nuk është e rastësishme që Zoti fuqiplot bëri të mundur që Muhamedi alayhi salatu wasalam lindi në këtë muaj. Përfundoi hijreti në këtë muaj dhe vdiq në këtë muaj. Lindi me datën 12 të muajit Rabiul Awwal ku gjendemi. Përfundoi hijreti, arriti në Medinë me datën 12 të Rabiul Awwal dhe vdiq me datën 12 të Rabiul Awwal. Mendoni se janë gjithë gjëra të rastësishme, jo pasha Allahun. Lindi ditën e hënë dhe vdiq po ditën e hënë. Asgjë nuk është e rastësishme. Mirë po, kemi një lindje, kemi një vdekje, në mesin e lindjes dhe vdekjes kemi ajo që quhet hijreti. Pejgamberi alayhi salatu wasalam lindi që të përçojë një mesazh hynor. Pra nuk lindi kot. Atëre shenja më e dukshme dhe më e shfaqur në jetën profetike nga të gjitha ngjarjet dhe ndodhjet cila ishte pikërisht hijreti, që do të thotë nën kupton kalimin nga një vend në një vend tjetër, nga një qytet në një qytet tjetër, jo për interese të kësaj bote, por për hir të Allahut subhanahu wa taala. Kalimi nga Mekka në Medinë bashkë me fen, nuk e zbatoi dot fen në këtë vend, e zbatoi në Medinë. Pra në Yathrib që quhej, më vonë pra u quajt Medinë, pra qyteti i pejgamberit alayhi salatu wasalam. Këtë lloj sakrifice, sa herë që vjen muaji Rabiul Awwal, a na shkon neve ndërmend? Pse? Nuk na shkon ndërmend sepse nuk jetojmë me kalendarin hënor. Pra pejgamberi alayhi salatu wasalam lindi dhe vdiq për përmbushjen e një misioni që quhet misioni i mesazhit hynor, ku Allahu xhalla xhelalu e urdhëroi pejgamberin sallallahu alajhi wasallam për shumë gjëra dhe i zbriti shpallën hynore. Sot do ndalem në njërin prej tyre, në përfundimin e hijretit pejgamberit alayhi salatu wasalam. E dim fare mirë që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam lidhi pak, domethënë, me disa pjesëtar të fisit Aus dhe të fisit Khazraj, të cilët ishin në luftë me njëri tjetrin, luftë e nxitur nga çifutët e Yathribit, e Medinës më vet të asaj kohe. Atëherë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nëpërmjet paktit që shiko, nëse unë do të vi tek ju dhe do të ndihmoni të përçoj fen Allahu xhalla xhelalu, a e merrni përsipër? Po e marrin. A e merrni të më mbroni? Po e marrin përsipër dhe këtë. Me gjithçka që ju mundeni, me gjithçka që ne mundemi. Shkuan tek vendet e tyre, i ftuan farefisin e tyre, ran dakord, shumica e familjeve, do thonë, u bën muslimane dhe kur shkeli pejgamberi alayhi salatu wasalam për të parën herë në Medinë pikërisht në 12 të Rabiul Awwal në muajin hënor në të cilin neve gjendemi, aty pastaj krejt Medinja përveç disa kokrave, disa njerëzve të cilët nuk e pranuan Islamin, por do të thënë në formë të hapur, gjoja mendoshin se ishin, do të thënë, muslimanë, por ishin hipokritë, domethënë, atë shumica e tyre e pranuan Islamin. Dhe u formu shteti i parë islam me kryeqendër vetë Medinën. Tani shumica të njerëzve nuk e kishin pa me sy pejgamberin alayhi salatu wasalam. Nuk e dinin se si fliste ky njeri, nuk e dinin se si komunikonte, nuk e dinin se si vepronte, nuk e dinin se si sillej, vetëm se kishin dëgjuar nëpërmjet tregtarëve që kishin kaluar nga Medina në Mekë ose atyre pjesëtarëve nga fisi Aus dhe Khazraj që kishin lajme nga Muhamedi alayhi salatu wasalam. Imagjinoni kërshërin, kurreshtjen e madhe që kishin njerëzit për të parë një person i cili pretendonte se ishte i dërguari i Allahut xhelle xhelalu. Në pamje të parë, në fillim, ku do të fokusohen njerëzit? Tek pamja e tij. Po pastaj tek fjalët e tij. Po pastaj ai do të jetojë pra në veprat e tij. Për sa i përket pamjes, pejgamberin Allahu subhanahu wa taala e solli në formën më të bukur. Pse? Në mënyrë që të ishte i pranueshëm pejgamberi alayhi salatu wasalam në të gjitha aspektet. Ishte hieran, që do të hieran kishte hejbe. Hieran, që do të thotë, edhe pse ishte i buzëqeshur, ama ishte dhe serioz. Dhe kur të shikonte me fjalë ta merrte shikimin. Kusht është burr që atë ta përshkruaj. Është kot mulov me javë edhe muj. Hasan bin Thabiti, i famshëm i poet, shifni si ka përshkruar të madhin profet. Ma të bukur se ty s'kam pa kurset e mi, ma të hishëm se ty s'kan lind grandoj fmi, ti e kriju në dynjat pa asnjë tëmet, sikur me qenë kriju si ke dash vet. Kështu e ka përshkru Hasan ibn Thabiti pejgamberin alayhi salatu wasalam, i pranueshëm vetëm në pamjen sa ta shikonin, ai ta merrte shikimin. Atëherë mas i hutove mas ti, çfarë do të flas ky njeri, mënyra se si fliste.
Pejgamberi zanin e ka pas të nalt, fliste rrallë, por fjalët i kishte si mjalt. Të shumtat fjalë 3 herë i ka pas përsërit. Kushdo ja kuptonte fjalën pa u mërzit, aman o Zot sa tërheqse i kishte ato fjalë. I folte një nga një dhe dal nga dal, me gaz në bus rinte, por që është rrallë, ka pas ba nga një herë dhe shaka për mall. Dhe këtu vjeshtori mundohet na përshkruaj figurën e pejgamberit alayhi salatu wasalam në mënyrën se si fliste. Në pamje ishte i pranueshëm, në fjalë ishte i pranueshëm. Atëherë do dëgjonin tani fjalët e para të profetit sallallahu alaihi wasallam dhe kur të jetonte me ta, çfarë mënyrën se si jetonte dhe vepronte, mjafton fjala e Aishës radhiyallahu anha që thonte pejgamberi alayhi salatu wasalam çfarë ishte? Një Kur'an që este në tokë. Krejt urdhrat e Zotit i vepronte. Ishte dashamirës me të gjithë, madje thonte el mu'minu alladhi ya'laf wa yu'laf wala khayra fi man la ya'laf wala yu'laf wa khayru nas anfa'uhum lin nas. Njeriu besimtari i vërtet është ai që merr edhe jep dashamirësi, nuk ka hajër, nuk ka mirësi te ai person i cili nuk pranon dhe nuk jep dashamirësi, dhe njeriu më i mirë është ai që sjell më shumë dobi njerëzve të tjerë. Te ka thënë më vonë, mirë po ashtu sikur njerëzit ishin kurreshtar ta shikonin si ishte, ishin kurreshtar të dëgjonin se çfarë fliste, në të njëjtën kohë, a mendoni se pejgamberi alayhi salatu wasalam sapo të futej në Medinë do të fliste fjalë ashtu kot më kot? Edhe ky do t'i zillte fjalët, për cilat ishin fjalët e para në Medinë të pejgamberit alayhi salatu wasalam. Te na transmeton Imam Ahmedin musnedin e tij nga Abdullah ibn Selami, i cili në atë kohë ishte hebrej, ishte çifut domethënë me fenë hebreje dhe akoma nuk ishte bërë musliman dhe nuk ishte arab. Thot, falamma qadima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Madina injafala an-nasu alaihi wa kuntu mimman injafal. Kur pejgamberi alayhi salatu wasalam erdhi për të parën herë në Medinë, u nxituan njerëzit të grumulloshin rreth tij dhe unë isha njëri prej tyre. Wa kana awwal ma sami'tu minhu yaqul, dhe gjëja e parë që unë dëgjova prej tij ishin këto fjalë: ya ayyuhan nas afshu salam وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. Solli nuk ishte poet, po i solli merim, një fjalë, domethënë një fjalë çfarë? E zgjedhur enkas nga pejgamberi alayhi salatu wasalam për të sjellur një rim në fund të fjalive që të tërheqte vëmendjen e njerëzve dhe kuptimin atyre fjalëve. Mirë, po le ti përkthejmë këto fjalë. O ju njerëz, përhapeni selamin mes jush. Jepni ushqim atyre që kanë nevojë. Forconi lidhet farefisnore, faluni natën kur njerëzit janë në gjumë, të hyni në xhennet me paqe. 5 fjali, 4 këshilla dhe 5 ishte rrjedhoj e tyre 4 të para. Bëj këto 4 që të futesh pra në xhennet. Po të shikojmë me vëmendje një analizë të thjeshtë, po s'pas ka thënë një gjë të madhe. Me dhënë selam, në gjithë po japim selam sot. Me një muaj, atë një sadak, një lëmosh po japim. Apo me farefisin, po është vërtet që nuk shkojnë aq mirë me farefisin sot, po dihet ky muhabet që është e farefisit. Dhe në fund fare po dihet dhe namazin natës, që po fare namazin natën, Zoti do të fuzin në xhenet. Vetëm kaq, jo pasha Zotit. Pejgamberi alayhi salatu wasalam, gjëja e parë që bëri në Medinë çfarë ishte? Ndërtimi i shtetit islam, nëpërmjet cilës gjë? Ndërtimin e faltores. Apo jo? E ndërtoi faltoren, pastaj çfarë bëri? Vëllazëroi muslimanët. Por atëre i bëri të gatshëm në Mekë, nuk adhuroshi dot Zotin me xhamat. Nuk të boshi dot me njëri tjetrin. Nuk studioshi dot Kur'anin ashtu lirshëm siç duhet, por u fshihit ndërthënë në përqoshe në shtëpia të njëri tjetrit, sepse nuk kishin mundësi tjetër. Atëherë erdhi koha që jeni të lirë, ja solli Allahu subhanahu wa taala mas një pritë të madhe, ja solli këtë nimet të madh, kjo është xhamia. Pastaj nuk mund të mlidhesh dot në xhami nëse nuk je vëlla me atë tjetrin. Mesazhi. Ne mlidhemi sot këtu, i bashkojmë supët, i bashkojmë këmbët, sepse është suneti i pejgamberit alayhi salatu wasalam, por nuk i flasim njëri tjetrit. Nuk i japim selam njëri tjetrit, përgojojmë njëri tjetrin. Merrim me thashë theme, atëherë për çfarë bashkove supin? Për çfarë bashkove këmbët në namaz? Pejgamberi alayhi salatu wasalam çfarë na ka thënë? Bashkohuni në namaz boshëllëqet, mos ja leni kujt
shejtanit, edhe ne duhet të zbatojmë të. Të zbatojmë domethënë fiktikisht, formë fiktive, sepse praktikisht shejtani ka hyrë në zemrat tona. Nuk ka nevojë shejtanit fare të vijë mes meje dhe mes teje në këtë boshllëkun. Bashkohu sa dush se është fut njëri këtu dhe njëri shejtan tjetër te zemra jote. Kjo është ajo që ne përjetojmë sot. Deshëm apo s'deshëm, atëherë jo më kot pejgamberi alayhi salatu wasalam e ndërtoi xhamin me një herë. Kush janë ata njerëz të cilët do të falen në këtë xhami, do të jenë vëllezër të vërtet për hir të Allahut subhanahu wa taala. Përpara se praktikisht të shkonte deri këtu, me çfarë do të arrinte vëllazërimin e këtyre sahabeve? Efshu selam, përhapni selamin. Po ç'është selami në vetvete? Është begum dia ku pardim mësë mbajmen, nuk është përshëndetje thjesht, është lutje, begatia e Zotit, siguria e Allahut, paqja e Zotit fuqiplot, të gjitha kuptimet e gjërat të mëdha që përfshin emri Allahut es-selam, qofshin për ty o vllau i musliman. Që do të thotë, unë sa herë takohem me ty, i lutem Zotit për të mirën tënde, që Zoti të shtoj begatin dhe të ruaj ty si ashtu siç je, atëherë vërtet unë dua për hir të Allahut xhelle xhelalu. Mirë, deri këtu kjo është një urdhër në formën teorike. Praktik me fjalë, nëse japim selam njëri tjetrit me të njëjtin koncept, cila gjë na vërteton? Kur të kesh nevojë për diçka, unë do të ndihmoj, kur unë kem nevojë për diçka, ti do të ndihmosh. Përndryshe selamin mos e jep fare. Të thotë selami është kot, është selam përshëndetje dhe nuk është selam vëllazërimi, është selam takimi përshëndetje dhe nuk është selam, do të thonë, bashkimi mes muslimanëve. Pra, përhapeni selamin në formën e lutjes, përhapeni selamin në formën e vëllazërisë, gjë e cila vërtetohet sa herë të kesh nevojë, sa herë të kenë nevojë, ne do të ndihmojmë njëri tjetrin, sikur thot Allahu xhelle xhelalu në Kur'an, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, ndihmoni me njëri tjetrin. Pra, un kam nevojë sot, ti ke nevojë nesër, ai tjetri pas nesër, që të gjithë ne do të shkojmë dhe do të vijmë tek njëri tjetri. Ky është kuptimi i hadithit dhe ajetit kuranor të Allahut subhanahu wa ta'ala, dhe mos bashkëpunoni në të këqija dhe në armiqësi. Që shikoni radhitën e bukur. Thot pejgamberi, jepni selamin, përhapeni selamin, jepni ushqim. Atëherë këtu fillon praktika sinqeritetit. Kush ka nevojë, si puna e Abu Bekrit radhiyallahu anhu, dikushi e ka ofenduar vajzën e tij Aishën dhe prap nuk e lan ndihmat mujore që i jepte. Pse? Sepse u ndihmat i jap për hir të Zotit. Ti don me fol kundër me flit, nuk ka problem. Ky është njëri me zemër të pastër. Ky është njëri i devotshëm. Kurse ne sot jo me shku me fol dikush keq për njërin prej pjesëtarëve të familjes tonë, por thjesht nëse na shef shtremen, domethënë, atëherë do fillojmë të krijojmë ato ndarjet dhe çarjet e para. Të përhapim selamin, të japim ushqim atyre që kanë nevojë, pra të ndihmojmë njëri tjetrin në rast se nevoje. Çfarë thot pastaj? Wasilul arham, dhe forsoni lidhjet farefisnore. Që do të thotë, nëse ti je vëllazuar me njerëz të tjerë, nëpërmjet selamit dhe lutjeve të ndryshme, dhe sa herë që ata kanë nevojë, ti shkon dhe i ndihmon, jo vetëm kaq, por ti nëse nuk bën hajër për familjen dhe farefisin, mos dil tek njerëzit e tjerë, sepse nëse unë e mbaj mirë familjen time, ti familjen tënde, ai familjen e vet, ai tjetri familjen e vet, të gjithë në familjet tona, nga familjet tona përbëhet një shoqëri, përbëhet një qytet, përbëhet një vend, përbëhet një kom, përbëhet me fjalë e gjithë bashkësia e një krahine, domethënë, që do të thotë, atëherë mos u bëj mirë për tjerët kur nuk shkon mirë me familjen. Shiko si vjen çështja e rënditjes. Në fund fare çfarë ka thënë? Wasallu bil-leili wan-nasu niyam, dhe faluni natën kur tjerët janë në gjumë. Fund fare kusht që të hynin në xhenet me paqe. Atëherë do të përçojmë tani në fund mesazhin që është akoma më kryesor. Jepni rëndësi i suneteve më madhore të Islamit që janë bashkëpunimi. Kur ka nevojë dikush ta ndihmojmë, të qëndrojmë pranë njëri tjetrit, të shikojmë mirë njëri tjetrin, të shkojmë ashtu siç duhet me njëri tjetrin, latërmbetjet le t'i kalojmë, le t'i heqim për hir të Allahut subhanahu wa taala, masi ti krysh këto, pastaj kujtohu të falësh namazin natë që të hysh në xhenet me paqe. Çao, ne kemi këtë lloj rënditje sot, praktikisht nuk kemi duke zbatuar. Gjithsekush prej nesh shtyhemi me njëri tjetrin, sepse kur futet dikush në xhami, ulet pa i fal 2 rekat namaz. Ne e dim shumë mirë që pejgamberi alayhi salatu wasalam shikoj se ndoshta është dëmtuar. Ne e dim shumë mirë që
Pejgamberi alayhi salatu wasalam kur është futur në xhami nuk është ul për i fal 2 rekat namaz. Mirë, për shumë prej njerëzve nuk i falin sepse nuk e din. Shumë prej tyre përtojnë, shumë prej tyre e neglizhojnë, shumë prej njerëzve tjerë, jo, sa herë futëm në xhami, do i fal 2 rekat namaz, sepse i ka fal pejgamberi alayhi salam, pra do ndjeki sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për një sunet kaq të qartë, s'po them të thjesht, po të qartë, shtyhem pse si fale, pse i fala. Edhe ky sunet bën shkak që të përçami. Radhitja ka shku në fakt tjetër kund, ose mundohemi të bëjmë khatme Kur'anit sa herë, mundohemi të agjerojmë pikërisht ditë hanë ditënte vazhdimisht, mundohemi të bëjmë adhurime të ndryshme nga më të ndryshmet, sepse gjoja kështu fitojmë devotshmërinë, ndërkohë që nuk shkojmë mirë me njëri tjetrin. Radhitja ka ardhur me urtësi profetike. Pse zgjodha këtë hadith? Sepse ashtu sikur njerëzit ishin kureshtar të shikonin pamjen e Muhamedit alayhi salatu wasalam, të dëgjonin fjalët e tij, ashtu dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i zgjodhi fare mirë ato fjalë për njerëzit që do takojnë me ta për herën e parë. Ky është mesazhi. Cilat janë domethënë fjalët që zgjodhi? Fillimisht jepini rëndësi suneteve më madhore, suneteve më të rëndësishme që na bëjnë të qëndrojmë bashkë, na bëjnë të bashkojmë zemrat, na bëjnë të bashkëpunojmë me njëri tjetrin, na bëjnë të qëndrojmë pranë njëri tjetrit, na bëjnë që nëse kemi keq kuptime të anashkalojmë keq kuptimet për hir të mbajtjes së kësaj feje lart, përndryshe të gjithëve do të na haj ujku, sot mua nesër ty, pas nesër atë, të gjithë do të kemi një rrugë. Ashtu si ku përjetojmë neve sot, pastaj nëse u mundove ti ta bësh këtë, atëherë zbatoj këto sunetet e tjera, se vetë pejgamberi alayhi salatu wasalam ta ka dhënë në këtë lloj forme. Kjo është teorikisht, po praktikisht e ka zbatuar vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, po pashallah. Ne dim shumë mirë që profeti Muhammed alayhi salatu wasalam çohej vazhdimisht të falej natën. Mirë, për sunetet e tij ishte që flente gjumë edhe falej dhe nuk e kalonte të gjithë natën zgjuar. Mirë, po shikojmë në një hadith që transmeton Imam Ahmedi në musnedin e tij, ku pejgamberi alayhi salatu wasalam e kalonte gjithë natën zgjuar me Ebu Bekrin për zgjidhjen e halleve të muslimanëve. Jo vetëm që gjithë nata zgjut, edhe pa namaz, nuk e tregon transmetimi që është fal apo jo, se vjen një transmetim tjetër nga Aisha ku thotë ka pas raste edhe se ka fal fare namazin e natës, për me tregu që nuk është detyrë. Atëherë ç'o ndodh? Pejgamberi sallallahu e ka ndaluar që njeriu ta bëjë zakon të çohet nga fillimi, jo të çohet, por mos flej gjumë fare gjoja se do adhuroj Allahun xhelel xhelalu. Pse? Sepse në fen islame nuk ka murgjëri, nuk ka murg, nuk ka asketizëm të kësaj forme. Shkon flej gjumë të shplodhesh, të bësh i fortë dhe nesër dalësh punosh sepse familja kërkon rrezikun. Familja kërkon të haj edhe të pi. Atëherë nëse ti merresh vetëm gjoja me adhurim, unë do adhuroj Zotin tim sepse Zoti do ta bie rrezikun brenda kësaj familje duke mos punu, ke mashtruar vetveten o njeri. Ndërkohë e ka prish këtë sunet pejgamberi alayhi salatu wasalam kur qëndronte zgjuar bashkë me Ebu Bekrin në zgjedhjet e halleve të muslimanëve. Të kujt muslimanëve? Atëherë le ta sillim dhe ta përcjellim hadithin arabisht. E transmeton Imam Ahmedi në musnedin e tij nga Omar ibn al-Khattab, i cili thot kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yasmuru ma'a Abi Bakr fi amrin min umuri al-muslimin. Thot pejgamberi alaihi salatu wasalam e kalonte natën zgjuar bashkë me Ebu Bekrin, transmetim të thot dhe unë isha mata të dy, pra Omeri, në zgjidhje të hallëve të muslimanëve. Por cilët musliman bëhet fjalë? Për Muadhin, për Ebu Dherrin, për Abdullah ibn Mas'udin, për Abdullah ibn Amr ibn al-Azin, të cilët si individ të gjithë këta në këto momente ishin çuar të faleshin namazin e natës. Por pejgamberi alayhi salatu wasalam në këto momente kishte zgjedhur diçka më dobishme. Në zgjidhjen e halleve të tyre, e sjellë këtë lloj praktike për të përcjellë edhe një herë tjetër hadithin tjetër të Tabaranit në Mu'xhamin e Madh ibn Umeri, ku thot pejgamberi alayhi salatu wasalam ahabbu an-nasi ila Allah anfa'uhum lin-nas. Njeriu më i dashur te Allahu është ai i cili u sjell më shumë dobi njerëzve të tjerë, andaj dhe rënditja e fjalëve të para në Medinë ka qenë për hap selamin, ndihmo tjerët kur janë në nevojë, forco lidhje me farafisin, pastaj fal namaz natë dhe do të hysh në xhenet me paqe. Ky është mesazhi që duhet përçojmë. Andaj dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam
kur na nxit, na porosit me këto hadithe, unë e përcolla faktikisht që këtë hadith nëpërmjet muajit Rabiul Awwal kalendarit hënor. Që do të thotë, ne nëpërmjet kalendarit hënor arrim të shikojmë ngjarjet dhe ndodhit dhe mënyrën se si kanë ardhur, në mënyrë që të perceptojmë ashtu siç duhet, të konceptojmë ashtu siç duhet dhe përfundimisht të kuptojmë fenë islame ashtu siç duhet. Lind pyetja. Madhurime të mëdha që ti bën natë dhe askush nuk të shef, ti tregon sinqeritet faktikisht. Mirë, po e ke sjell dobi vetvetes tënde, të tjerëve nuk e ke sjell dobi. Edhe unë gjithashtu dhe ky gjithashtu dhe ai tjetri. Ndërkohë Uthmani radiallahu anhu kur solli pasurinë e vet, jo të gjithë me vet, por një pjesë të madhe pasurisë, përgatiti 100 deve, 200 deve, 300 deve, bashkë me kalorësin sipër, bashkë me mjetet ushtarake, bashkë me shtrohet me fjalë e deveve, që do të thotë me dhënë me fjalë 1 milion euro për momentin për 2 minuta, për 5 minuta. Për hir të Allahut xhelle xhelalu, 1 milion euro i bën domethënë shumë e konvertuar në ashtu, por të luftosh kundër një perandorie që ishte perandorie persiane, perandorie bizantine, atëherë shumë e konvertuar, nuk është 1 milion euro. Përgatisesh një ushtri kundër një shteti të fuqishëm që do të thotë është miliarda. Atëherë çfarë tha pejgamberi alayhi salatu wasalam? Atë fjalën e madhe që do ta themi arabisht edhe në shqip me lejen e Zotit, që pasha Zotin është shumë e vyshme, shumë e mirë ta mësojmë përmesh. Të paktën edhe shqip ta mësojmë përmesh, s'ka gjë. Ma darra Uthman ma amila ba'da al-yawm. Uthmani nuk do ta gjejë më gjë e keqe mas kësaj dite. Do të bënte Uthmani një gjuna, do t'ia falte Zoti. Do të bënte një gabim, do mëshironte Zoti. Se ka bën një punë të madhe në dobi të muslimanëve, në dobi të islamit, në dobi me fjalë të gjithë atyre njerëzve që e kishin shitur veten Allahu xhelle xhelalu për s'kishin mundësi dhe ky ja krijoi mundësitë. Ky është me i dashur të Allahu subhanahu wa ta'ala, jo vetëm në ato momente, por edhe mas vdekjes pejgamberit alayhi salatu wa salam. Të njëjtin koncept ndoshta se kishte kuptuar Omeri, që mori njërin prej luftëtarëve të Bedrit dhe bëri një gabim dhe donte ta dënonte. Çfarë i thaj? Ja Omar, mos haro, thot se unë jam nga banorët e Bedrit, nga luftëtarët e Bedrit, për cilin Allahu xhelle xhelalu e ka mësuar Muhammedin alayhi salatu wasalam, ja kanë falur gabimet e tyre. Do të thotë që o burrat të bëjmë gabime, jo, njeriu natyra njerëzore mund gaboj. U dorëzu Omeri dhe la lir. Qëllonte një person tjetër, nuk të falte Omeri me drejtsinë e vet. Pse e la të lir këtë? Koncepti i Uthmanit radiallahu anhu ka bërë punë madhështore aq të madhe për hir të Allahut xhelle xhelalu, saqë ndoshta një gabim apo një gjuna me fjalë automatikisht do të falte Allahu subhanahu wa ta'ala. Ma darra Uthman ma amila ba'da al-yawm. Nuk do ta gjejmë më gjë e keqe Uthmanin mas kësaj dite. Këtë lloj koncepti ne jo vetëm që kemi harru, punojmë në të kundërtën e saj. Kemi njerëz 1 2 3 4 5 që bëjnë hajër, ndihmojnë, bëjnë me fjalë punë të mëdha dhe një gabim të vogël t'ia gjejnë e merr vesh gjithë qytetin. E morin vesh gjithë muslimanët, e morin vesh me fjalë gjithë njerëzit e tjerë dhe jo muslimanët, të cilët nuk kanë pse t'i dinë problemet në mesin e muslimanëve, apo dy shokë të dinë problemet e tyre, një i tretë i cili atë do të morë informacionin, thotë shqyr që u grindën dhe këta dy, shtohet akoma më shumë për çarja mes muslimanëve. Ky është mesazhi që duhet të përcjell tani në fund. Që do të thotë, çfarë pyetja, çfarë ke lënë ti për vetveten tënde, të bësh jo një adhurim, por një punë madhore që ajo është adhurim, por jo adhurim që fillon dhe mbaron me tekbir dhe mbaron me selam. Ne dim shumë që ti të shpërblesh për një namaz vullnetar, por ke një adhurim akoma më të madh dhe je më i dashur te Allahu xhelle xhelalu dhe ndoshta bëhesh shkak që Zoti t'i fal gabimet më fut xhenet. Çfarë ke rujt? Gjithsekush ja bën pikpyetje vetvetes së vet. Ne dim shumë mirë hadithin e Musnedit e Imam Ahmedit, i cili na tregon se njeriu në ditën e gjykimit do të paraqitet përpara Allahut subhanahu wa ta'ala. Edhe Zoti do t'i hapi librin e tij, pra i thot me lekëve, hapini librin robit tim. Edhe do thot, ke shku në haxh, ai s'ka qenë një në haxh. Ke bë domethën një punë kaq madhore, vallahi s'kam bën këtë punë. Ti ndoshta ke ndërtuar një xhami, ato është në libër, ke ndërtuar një xhami, edhe aty thot me ai ky kurs ka ndërtuar një xhami. Ndoshta ke ndërtuar një spital, ky thot ku në jetën tim s'kam ndërtuar një spital. Aty thot ndoshta ke ndërtuar një shkollë, aty thot s'kam ndërtuar një shkollë. Fund fare çfarë thot? Pra i tregon Allahu shumë gjëra që i ke bë e i shtyn librin e vet. Thot, ja Rabbi hadha laysa kitabi.
O Zoti im, ky nuk është libri im. Pse? Sepse unë nuk i kam bërë këtë punë. Allahu i madhërisëm e urdhëron melekët duke thënë shtyjani përsëri librin robit tim, çojini aty ku është pra te ky, sepse ai është libri i vet. Në cilën mënyrë i thot Allahu xhalla xhelalu, të gjitha ato qëllime dhe njete që ke pasur me vendosmëri për të realizuar, por për 1, 2, 3, 4, 5 arsye nuk i realizove dot, Zoti të shënoj sikur i ke vepruar. Pra pa vepru akoma shish çfarë gradë të madhe del ti tek Zoti, me pas njete të mira, me pas vizion për të ardhmen, me pas synime për të ardhmen, me pas synime për fëmijët tanë, me pas synime për rinin tanë. Ti mjafton të vesh, a jemi koprac ne, a jemi kurnac ne për veten tonë, thjesht me bon një jetë. Boje njëtin që tani, nëse Allahu xhelle xhelalu do të më jap pasuri, do kam për të du një xhami, në atë vend ku musliman ka nevojë për xhami. Nëse Allahu do të më bëj mbar, do ta ndërtoj një spital ku muslimanët shkojnë dhe të kurohen aty. Do ta ndërtoj një kopësht ku që nga veçlia fëmijët të mësojnë ashtu siç duhet, domethënë, edhe jo të shkojnë në vende të tjera të cilat ju cënohet etika ose cënohet morali i tyre, apo një shkollë, apo një institucion, apo domethënë, apo një treg nëse mundesh, apo një dyqan domethënë që të shkojnë dhe muslimanët jetimet, pafuqishmit, nevojtarët shkon dhe të hanë dhe të pinë aty. Në një mëngjesore e ku të diun një fjalë. Punë të vazhdueshme që quhet sadaka xharie. Dhe ne e dim shumë mirë që ti nuk e për e bën jetin, o Zot, ma bjerë marë që të mundem ta ndërtoj këtë xhami, ta ndërtoj këtë gjë. Edhe dy gjëra janë. Nëse je i sinqert i kjo që thua, dhe vërtet ke vendosmëri që nëse do të vi kohë do ta bësh, ose Zoti megjithmend do t'i gjej ato lekë që ti ta realizosh, ose vazhdimisht me këtë jetë dhe ditë gjykimit ke përdar sikur e ke vepruar. Na të ka tregu pejgamberi Muhammed alayhi salatu wassalam, çfarë na mungon neve sot, dijeni, ai shumë jemi zhytur në lakmi. Ai shumë jemi kemi thelluar për çarjet tona. Ai shumë jemi duke shkuar keq me njëri tjetrin. Ai shumë i japim rëndësi keq kuptimeve tona, sa tregojmë kurrnas me vetveten tonë për me bën jetë madhore dhe për me pas vizion për të ardhmen dhe për fëmijët tanë. A e kuptoni se sa mbrapa jemi? Burria dhe madhështia e një njeriu ku vlen? Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam në hadithin e Buhariut nga Abdullah ibn Mas'udi, innahu la ya'ti ar-rajulu as-saminu al-'azimu yawm al-qiyamah la yazinu 'inda Allahi janaha ba'udatin. Vërtet do të vi njeriu i shëndosh dhe madhështor në pamjen e tij në ditën e gjykimit, por nuk do të peshojë tek Zoti, nëse ky do të futet në peshore, as sa krahu i mickonjës. Çfarë peshon tek Zoti? Synimet e tua, njetet e tua, qëllimet e sinqerta, njetet me vendosmëri, që edhe nëse nuk arritë do të realizosh për arsye nga më të ndryshmet, Zoti ti ka shënuar sikur i ke vepruar. Atëherë shikoni të kundërtën, neve kemi harru këto pikërisht sepse japim rëndësi problemeve që kemi ne me njëri tjetrin. Ndërkohë e dim fare mirë hadithin e Ebu Dherrit, do ta mbyll me hadithin e Ebu Dherrit që mos zgjatemi, ku Ebu Dherri ishte nga fukarejnë më të mëdhenj të Medinës. Edhe e pyet pejgamberin alayhi salatu wasalam, hadith është e Buhariu dhe Muslimi. I thot, ja Rasulullah, i thot Ebu Dherri, cila punë është më e mirë në Islam? Thot, jihadun fi sabili, të luftosh për hir të Allahut subhanahu wa taala. Nuk ishe nga ata që shquhej për luftë, nuk ishe nga ata që kishe mundësi me shkollë kështu më radh. Çfarë i tha? Fa ayu riqabi afdal. Por në çështën e skllëve e robrave, cili prej tyre është më i mirë që unë të ta liroj atë që ai të fitoj lirinë? Thot, aghlaha thamanan wa anfasuha 'inda ahliha. Thot, ai që është më i fuqishmi, më i miri, më i dobishmi dhe ka çmimin më të lartë, atë liroje. Sepse kur janë nga 5 robë skllëve dikush në fjalë rob lufte, njëri që më i pafuqishmi, hajse po i liroj këtë, po jap gjoja për hir të Zotit, sepse ky nuk sjell do më dobish i pafuqishëm. Nuk është ky sinqeriteti. Këtë më të fortin, a ke zemrën që të japësh lirinë? A ti të jepi lirinë për hir të Zotit pas asnjë lloj interesi. Çfarë tha Ebu Dherri, s'kishte lek me hangër bukë, me fjalë ashtu siç duhet, jo të liron të vjen robër, tha. Fa in lam af'al, nëse unë nuk mundem, pra faktikisht nuk jam nga ata, i thot ngjoni me vëmendje. Tu'inu sani'an aw tasna'u li akhraq. Nëse ti shkon ndihmon dikë në punën e tij, ose ja sjell një punë të gatshme dikujt që nuk e ka fare. Dy llojet e ndihmave. Për shembull,
Një person ka arritur të bëjë gjysmën e punës, por nuk ka më mundësi ta plotësoj. Ti shkoj ndihmon që ta plotësoj. Ose një person që ndoshta nuk ka mundësi fare të filloj, por e ka gjithë projektin gati, ai nuk ka mundësi ta filloj, ti shkoj dhe ndihmon e bën fare. Të dyja, çfarë i tha Abu Dherri, fe ile me fal. Po nëse nuk mundem, s'kishte asgjë që të ndihmonte. Gjoni më vëmendje çfarë tha pejgamberi alayhi salatu wasalam, tad'u an-nasa min ash-sharri fa innaha sadaqatun tasaddaqu biha ala nafsik. Thot ti lësh njerëzit të qetë nga e keqja jote, nga sherrri jot, sepse edhe kjo është sadaka që e ke dhënë ti për veten tënde. Që do të thot, unë nuk kam fuqi me dhënë sadaka. Nuk kam fuqi fizike të ndihmoj dikë që s'ka mundësi të hypi tek mjeti ultimi, deri edhe kjo quhet sadaka, s'kam fare, ndoshta jemi paralizuar. Mirë, po kam mundësi mos të fol. Kam mundësi mos futem në punët e tjerëve. Kam mundësi mos të ndërhyj tek planet e tjerëve. Kam mundësi që në rrotat e filanit mos të fus ashtu shkopinja apo gjë që ta ngataroj. Kam mundësi të bëj të gjitha këto. Pra shikoje në cilën çfarë lloj skeme të ndërtoi pejgamberi alayhi salatu selam. Tani ne e kuptuam këtë hadith, e dëgjuam me vëmendje, u mundum ta qartësojmë, por do të bëj pyetje nëse vërtet e kemi ashtu. Fillim dhe mbarim për cilin adhurim foli pejgamberi alayhi salatu selam. Asnjë lloj adhurimi. Sepse kjo është adhurim më vete. A ke mundësi me sakrifiku vetën me pasurinë dhe vetën tënde për hir të Allahut xhelle xhelalu? Nuk ke mundësi. Në rregull. A ke në Europë lufte që të fitoj lirinë, mos i sklaveroni njerëzit, leje të fitoj lirinë. Ka shumë i them sot nuk ka. Mirë, po ç'ndodh ndodh? Atë shkon një person i cili e ka bërë një punë por nuk e plotson dot, ose një person që nuk e bën dot fare. As këtë s'ke mundësi ta veprosh, atëherë rri brenda shtëpisë tënde, të paktën mos flit keq. Mos u merr me përgojime, mos u merr me thashëtheme, mos nxit të tjerët për keq kundër një palë të dytë dhe të tretë, atëherë të gjitha këto do të futesh te hadithi Ibn Umerit te Tabarani, ahabbun nasi illa Allah anfa'uhum lin-nas, njeriu më i dashur te Allahu xhelle xhelalu është ai njeri i cili u sjell më shumë dobi njerëzve të tjerë. Ky është ibadeti më i mirë. Ky është adhurimi më i mirë te Allahu subhanahu wa taala, sepse të bën të jesh i sinqert, të jesh aktiv në jetën e muslimanëve, të fitosh dashurinë Allahu xhelle xhelalu, jo vetëm shpërblimin që do marrësh, por ndoshta mund të jetë një punë shumë madhështore që nuk është në dobi thjesht një personi apo të dytë, por është në shërbim të një komuniteti të shumë njerëzve, të shumë muslimanëve dhe ti meriton mëshirën dhe faljen e gjunave nga Allahu subhanahu wa taala. Nuk i di isha i qartë kjo apo jo. Në rregull, nëse isha i qartë këtë mesazh do ta zbatojmë. Që të jemi nga ta njerëz që thonë semi'na wa ata'na, të paktën mos të dalim nga ky mexhlis vetëm se secili prej nesh në veten e tij s'ka nevojë me tregu të bëjë një jetë për diçka madhështore në dobit muslimanëve. Nëse s'do mundet të realizoj, dije se ke për dalë ditë gjykimit me vetë ka realizuar Zoti vetë në shpërblime. Kaq nuk kemi mundësi ta veprojmë. Atëherë kjo nuk është kaq e thjeshtë. Ne e mendojmë e bëjmë njëtin, po dije se kjo me kalimin e kohës do të shtyj ty të jesh i sinqert pra, edhe vërtet i shikosh muslimanët si vëllezërit e tu, edhe pse ndoshta mund të keq kuptohesh në disa prej rasteve. Të gjithë e nxorën ku? E nxorën tek dobia që ka hadithi pejgamberit alayhi salatu wasalam në fjalët e para 4 këshilla dhe rrëdhojen që ishte fjala e 5, 4 këshillat e para. Jep selamin, ndihmo të tjerët, forconi të farefisnore, pastaj falu natën kur tjerët janë gjuhë, të hyni në xhennet me paqe. Nëse e kapim këtë mesazh, wallahi je i fituar, wallahi ke dalë me dobi të madhe. Dhe gjithë kjo ku doli nëpërmjet muajit Rabiul Awwal. Do të vi muaj tjetër, muaj i 5, muaj i 6, kështu me radhë do të mbarojë viti. Atëherë ne ndoshta nuk e dim historinë e pejgamberit alayhi salatu wasalam, e pyesim hoxhën dhe i themi hoxh, në cilën datë kalendarit hënor gjendemi, i gjemi filan datë, në cilën muaj, filan muaj, a mund të regosh 2-3 ndodhima kryesore që ka ndodhur, dhe kështu fillon jetesa jote me kalendarit hënor, por dhe fëmijët fillon të edukosh me historinë e kujt, me historinë e parëve tuaj, me historinë e Muhammedit alayhi salatu wasalam, e sahabëve të nderuar dhe e tabiinëve për të cilët ka fol pejgamberi alayhi salatu wasalam. E dini shumë mirë hadithin ku thot Khairul qurun qarni, shekullit
më i mirë është krijimi, pra unë me sahabët. Thumma alladhina yalunhum, pastaj ata cilët pasojnë. Thumma alladhina yalunhum, pastaj ata cilët vijojnë, pra sahabët, tabiinët. Kujtoni se mbaron këtu hadithi? Jo, ke transmetim tjetër po te Buhariu. Thumma yatuna aqwamun, pastaj do të vinë disa njerëz. Betohen pa ju kërku betimi. Dëshmojnë pa ju kërku dëshmia. Thot se kjo më intereson, yuhibbuna simna, kanë dëshirë të jenë të mëdhenj të shëndoshën, hadhe pi pa hesab. E ka përmend hadith te Buhariu është fund fare thot wala khayra fihim, nuk ka mirësi të ata. Nuk ka mirësi të ata njerëz të cilët vinë mas 3 shekujsh. Ne kujtojmë se më të mirët, kurse ata 3 shekujt e parë, ata njerëz një vet gjenerat që kanë kaluar, nëse nuk kthehemi tek ata, s'kemi për të pas hajër. Vet pejgamberi alayhi salam na tregon që mas këtyre 3 shekujve nuk ka hajër më tek njerëzit. Në cilin aspekt? Fillimisht fare, në aspektin e dijes, në aspektin e konceptimit vërtet kuptimit fesë, në aspektin e ekonomisë ka qenë njerëz të cilët ja shitën veten në Zotin dhe Zoti ja çeli dynjan. Kurse ne u shku mbas dynjas edhe ngelen po me borxhe dhe probleme me njëri tjetrin. Kur të i lash, kur të i bosh, ec këtu, shko atje, e kështu me radhë. E kundërta, pse kemi prish radhitjen, atëherë le të jetojmë me kalendarin hënor. Le të jetojmë me muajt e kalendarit hënor dhe bashkë me to, le të jetojmë me ngjarjet dhe ndodhit të cilat kanë ndodhur në jetën e pejgamberit alayhi salatu wassalam, ti këshillojmë dhe edukojmë fëmijët tanë për të pasur një të ardhme, nga ardhme fetare, në pamjen fetare dhe ardhmen shkencore, atë që përmendën në pjesën e parë të ligjëratës, nëse vërtet do të jemi nga njerëz që Zoti na bëj të bishëm. Përndryshe, nuk kemi gjë tjetër veç si një rrjedhë historike, derisa të vdesësh e do të pyesë Zoti të gjykimit, çfarë ke bërë me përpikmëri 1, 2, 3, 4, 5 milion dhe miliard ndoshta nga fjalët dhe veprimet e tua. Elusim Allahun xhelle xhelalu të na i fal mëkatet tonat, ne bashkojë zemrat tonat, na bëj të dobishëm, të kuptojmë këtë fe ashtu siç duhet dhe u takofshim hera tjera me hajër dhe me bereqet, duke e këshilluar njëri tjetrin dhe po ashtu ju lutem, nëse keni mundësi për hir të Allahut xhelle xhelalu, mos nguroni asnjëherë të këshilloni dhe vetë hoxhallarët. Në shumë raste e them tash i mirë, në shumë raste hoxhallarët e kthejnë çështjen e fesë, domethënë në diktaturë, nuk guxon ta pyesësh, nuk guxon me fjalë të marrësh informacion ashtu siç duhet, sepse të shtyn, nënçmon, poshtron, pasha Allahun ashtu sikur ka pas. Vetë nga ata njerëz që i kanë folur drejt për drejt pejgamberit alayhi salatu wassalam, o i kanë fol Omerit, i kanë fol Ebu Bekrit, i kanë fol Khalidit, i kanë fol mi fel xulefave të mëdhej, ashtu dhe gjithë njerëzit sot kanë nevojë për këshilla, ashtu dhe gjithë njerëzit kanë nevojë për konsultime, mos nguroni sepse kështu rritet niveli. Kështu nuk ka lidhje kjo me edukatën, ti këshillon me edukat, a nëse këshillon me arrogancë, kjo është e keqja jote, pa mos shko në ekstremin tjetër, duke çfarë? Duke mos folur fare. Këshilloni sepse rritet niveli juaj, rritet niveli hoxhallarëve, rritet niveli arsimtarëve, rritet niveli me fjalë i të gjithë muslimanëve, nëse duam gjithmonë ta kthejmë një të ardhmë të mirë për të gjithë ne dhe për Islamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Radio Pendimi, Ligjërata, Kur'an, Ilahie, Emisione live, lajme të tërkota, transmetime live të tribunave dhe manifestimeve islame. www.radiovizpendimi.com